Koha për pjesën e dytë dhe për bisedën e dytë në studio, siç e kemi paralajmëruar që në fillim të emisionit, do ta kemi kryetarin e Prishtinës, të parin e Prishtinës, zotin Përpare Rama, për një bisedë pak më ndryshe, jashtë politikës, jashtë angazhimeve ndoshta të tij ditore që i ka me komunën e Prishtinës, e që janë të pakta. Sot do ta kemi të bëjmë një bisedë pak më ndryshe, ka ardhur në studio me një energji shumë pozitive. Mirëmëngjesi, kryetar. Mirëmëngjesi, kënaqësi me që këtu me juve, këtu vetëm se pas ka ardhur pranvera. E kemi pruna pranverën pak më herët. Po du me të pyet sa je personi i mëngjesit edhe çush janë zakonisht mëngjeset e kryetarit Përpare Rama? Jam faktikisht personi i mëngjesit, i pëlqej mëngjeset atë qetësinë e orës 5, 5:30, 6. Është një qetësi e mrekullueshme që ma jep një përparësi mendoj për ditën që vjen. Edhe ashtu fillon mëngjesi, prej një meditimi transcendental mëngjes, masanej një mëngjes për fëmijët, edhe masanej në zyre në të kryeqytetit me ekip, me takime, edhe me raporte për punë, me planifikime për kryeqytetin. Pra, sa mujta me kuptu, kryetari zgjot në 5 të mëngjesit edhe nis mëngjesin me meditim, apo? Po. Çfarë bëj të meditimit? Meditim transcendental, transcendental meditation. Okej. Po. Mendon që të ndihmon shumë? Po, mendoj që faktikisht kjo është një dikush për shembull del edhe vrapon, edhe ajo është një lloj meditimi, dikush falet. Edhe ajo është faktikisht një lloj meditimi, po duhet me gjetë secili prej nesh një mënyrë ku e ka qetësinë mendore, ku mundet me shku për te mendimet, me qeni relaksum, me qeni gatshëm për ditën, për sfidat që vinë gjatë ditës. Edhe njerëz të ndryshëm kanë procese të ndryshme, unë e bëj këtë. Normal që gjithmonë kam planifikuar edhe me shku në gjym në mëngjes, po s'po del kohë ende në mëngjes, dikur pas dite, mas sfidave të ditore të cilat vinë, atëherë mundohem me gjetë edhe aty një pikë, po kryesori është me gjetë qetësinë mendore për me menaxhu stresin edhe me planifiku mirë për qëtë ditën, me qenë pozitiv faktikisht. Atëre, pedeni që shenis një ditën, po qësh mbaron dita? Qysh mbaron dita varet prej gjanave të ndryshme që ndodhin gjatë ditës në kryeqytet. E kam agjendën, zakonisht, edhe zakonisht i përmbajmë agjendës. Mundohem që dikun para orës 9 mramje, më du me qenë në shtëpi për me i shti fëmijët në gjumë. Ka njerë mëri, ka njerë s'mëri. Mirë po është ajo me fillu me familje, me përfundu me familje, është, mendoj, mënyra më e mire menaxhimit edhe të kryeqytetit, të vetë kryeqytetit, edhe për me mendu edhe për kryeqytetin, për sfida që i ka edhe për familje tjera të cilët kanë probleme të ndryshme ditore, pra me kriju një strategji të mirëfillt, një proces të mirëfillt për gjithë kryeqytetin, për gjithë prindërit, për fëmijët, për njerëz të moshave të ndryshme, për bizneset e tjera. Pra kjo pastërtia mendore e mëngjesit ta mundson një planifikim të mirëfillt gjithditor. Pe që çdo ditë bën mëngjesin për fëmijët, sa je i mirë në kuzhinë kryetar? Ko gjaj mirë, kom qef me gatu, me marru, po normal mëngjesi është i lehtë, ashtu nuk mundesh me qenë kreativ, po fëmijët i kanë ato ushqimet që ju pëlqejnë ma shumët edhe me ja undru ka njëherë se hajnë, kështu që s'mi me eksperimentu shumë gjatë mëngjesit. Okej, po cili është ushqimi që nështë e gatun ma me qef, kështu? Ma me qef, kom qef me eksperimentu, faktikisht gjona të reja. Po, nejse bëjnë mëngjes, në i mëngjes kështu tamam tipik shqiptar me... Pash mos i bëjnë lëndinez. Me ve, Jo mundohem me majtat kulturën e traditën tonë, normal me disa melmesa shtesë, po me qenë ashtu sa më i thjesht, më i shishëm,
aq më i mirë. Po ushqime tradicionale, pite, flia, këto gjana? Pite s'di me qit, jo pite duna më mësu, s'di me qit pite. Flia po, flia është shumë e thjesht, po flia... A është e vërtet që na shqiptar vish flinë e qisë me ranë, se tjera të sanë nuk i kemi e që me ranë? Qëre, flia është njëjtë, sikur me marru palacinka si me qitë flia, e ki atë bazën e ki të njëjtë, kështu që mund është me këthy fli në palacinka, ose palacinka në fli, pas një problem. Varet sa ko ki, për fli dvy një 2-3 ora, 4 orë, dhe nëse do në me borë në njërë tradicionale, në i saqe, në i kësi, ose mund është edhe me kështi në furë, a nëse do në me këthy fli në palacinka, të reki pak ma shpejt. Ndryshe, je adhuru se ushqimeve tradicionale? Po, gjithsesi, pasullin sidomos. Pasulje? Po. Pasulli me mesh? Uj, me mesh terun. Me mesh terun. Se me ngjesi po unë tomë në ga të pojtë për ushqime. Pasulli me mesh terun, me speca turshi, ose me lakna turshi, ose me... Si të mos tash është periuda e stina dimjet është me lakna turshi, kështu që është një kombinim. Edhe ajo është e mirë edhe për stomak, të balancën, të kryon atë mikrobiomën e shëndetshme, kështu që këto ushqimet tona tradicionale e kanë edhe të mirën e vetë, normal nëse nuk i hajmë pitet shumë, sidomos para se me ra me fjetë, se mas anej... Me të këru. Po. Ta që e përgadit gjithmonë me nxesin, po darkën e përgadit kështu? Jo shpesh, nuk më bjen. Edhe me nxesin ka njëherë bashkë me kristalin, ka njëherë bashkë me arën, edhe ara faktikisht vajza ka qef me përgadit, sidomos dezerta, të mbëlsinat. Po në mëngjes, normal që zbojmë mbëlsina, po për dark ka qef me përgadit mbëlsina. Darka po them është pak ma e parashikueshme në relacion me agjendën që e kam, kështu që nuk mundet me met familja ashtu me majt ymët që thojnë në kohën teme për dark. Kryetar, na e përmendëm që asot kemi pas në një intervistë më ndryshe se nështë edhe njerëz janë mësuar të panë debate politike, të folë veç për politikë, kështu që sot kemi folë pak... pas fushatës që ke qenë kogja aktiv. Po, kemi folë pak për karrierën, për familjen, kështu që Maceviç edhe e përmeni familjen, fëmijët, Kristalin. Tregona pak lidhjen tënde me Kristalin edhe fëmijët, sa jeni të lidhur bashkë vikendit, a bëheni bashkë me dalë, me shëtit, apo cilët janë planet e juja që që i Kjo puna e kryetarit të kryeqytetit, për fat keq po them një element që nuk është aq i mirë, është që të lën shumë pak kohë për me kalu me familje, mirë po them për këtë arsye dhe mundohem që kohën të cilën e mëngjesit që kur kryeqyteti flen, atëre me ja përkushtu vetës e familjes, dhe në mbrëmje kurdo që muj me nëzon, atëre nëzose edhe vikendet nuk janë që janë të lira për agenda është të stërmbushun edhe gjatë vikendeve, mirë po që dje për shamull, dje isha me Tigrin edhe Bronin për kundu fakti që po ata një konferencë për shtyp për rreth buxhetit të kryeqytetit, i cili nuk është përfshi atë që kemi kalu për vitin 2026, nuk e kanë para po, normal që është diçka urgjente, uroj që qeveria të reflektoj sot edhe me fut buxhetin e vitit 2026 që kemi votu në kryeqytet, mos me qitë pengesa. Gjonat e tilla, normal që duhet me marrë parasysh me prioritet edhe për te familjes. Po i kisha dytë me veti edhe pritën ashtu shumë të sjellshëm, shku me këshyr filma masanej. Kërë që kalum e mritëm me nëzonë edhe një kohë të mirë të përbashkët me Tigrin edhe me Bronin e ora, thas po vi me juve, thas e unë e kom i ledzu do libra, ishtu përgadit për një... Më rritë po më duke, ta? Ta manë kur të rritët që nuk ju shkanë për mas premdhe, që ju duke që për rrjene me planit e mija. Qëfar pik ma të pëlqen me këshyrë kryetar? Më pëlqejnë zhanrat të ndryshëm, normal, për tash, kur kalon kohë me fëmi, duhet me ju përshtat ma shumë fëmive, dje po am këtë Goat Dhia. Një film interesant për basketbol,
edhe go t'i bjen greatest of all times, që i thënë maj miri i gjithave të kohërave. Mirë po më përkëthim prej anglishtës është edhe dhia. Edhe maj miri edhe dhia, është për një film i animum shumë interesant që ju pëlqej edhe Bronit edhe Tigrit u inspirun prej filmit, kështu që Ani këta filmat e animum na pëlqejnë edhe neve të majve. Janë shumë të mirë, bilet, mësojnë shumë qka. Sidomos për mu relaksu, ndoshta pas një ditë të lodhshme janë ka kështu të qëllum. Për me ndalë tek raporti jatë me arën, me vajzën, se është një ligj i pashkruar ndoshta tek krejt natë që thonë që baballarët janë shumë të lidhur me vajzat. Ç'është është raporti jatë me arën? Po me arën është fantastik. Pardje dolëm në mramje, një ditë para me 13 premten, në darkë me arën, po ata darkë me arën edhe më tregoj që po i pëlqen një djallë aty. Po, edhe... Ko me thonë, babë që së tregoj në intervjit. Po, tha se s'po guxoj me tregu mamën, se po më vërtet, edhe më tha, po tregoj ty, është okej. A në sa mirë, me qenë shumë ma e lirë, me tregu për simpati babit, sa mamën. Po, tha se ty kur tregoj, tha ti e merë shumë në mënyrë natyrale, të mirë, po nëse i tregoj mamës, a më thot, s'ka boyfriends. Thash, okej, anë ide, mirë, po tregon mama. E ty që shtu do kur ta? Jo, mu vjen shumë mirë që është e hapur me mu dhe ndin vetën të lirë për me nda qëfar do sfide që ka me mu, jemi tamon shok. Po që shka arrit me kryetar këtë raport bashkë me fëmijët e tu, konkretisht me vajzën, të e pas parasysh që ditëve të sot me kemi shumë raste që janë ndoshta edhe fatkeqe për fëmijët, sidomos në periudhën e adoleshencës, si ka arrit me kriju një raport të shëndosh ndoshta që me shërbyer si mesazh edhe për prindërit e tjerë bashkë me fëmijët e tu? Po duhet është me rëndësi shumë të madhe me kriju besim, me kriju raport të besueshëm edhe me qenë empatik ndaj edhe nevojave të fëmijëve, se çdo kush, secili person i ka nevojat e veta dhe ka perspektiven për cilës e sheh botën e vet. E duhet me qenë empatik, me mujt me dalë prej vetës, me shiku botën prej perspektivës të fëmijut apo të dikuj tjetër që po e ndëgjon, edhe me ju përshtat ati diskutimi, me kriju besueshmërinë, me kriju atë raport të mirëfill të besueshmërisë. Pra nuk është sa kohë kalon ti me fëmijën tënd, po çfarë kualiteti ka ajo koha të cilën ti e kalon me fëmijën apo me dikend, edhe unë munduam që çdo herë kur jam me arën, me qenë aty 100%, pra mos me pas mend tjetër kohën, apo me ndu për diçka tjetër, apo me injoru kohën me cilën po e kaloj me te, po me qenë aty për te. Edhe ajo e ndin vetën shumë të lirë me bisedu për çfarëdo diskutimi, për çfarëdo nevoje që ka me mu, se unë nuk, po them, mundohem me kuptu, pa e thonë bën kështu apo s'bën kështu, apo e ndëgjoj edhe e pyes çka ajo mendon, qysh ajo mendon që duhet me gjetë zgjidhjen, çka mendon shoqja vet apo shoku i vet, apo nëse dikush e kish pyet ato qysh me gjetë zgjidhjen, atëre çka kishte me ju thonë ajo, më thonë me marr perspektivën e arës e saj, edhe ajo ja ngrit vetë besimin, ku tash beson në mendimin e vet. Unë i tregoj masanej nëse po mendoj që po apo jo dhe pse. Masuvish po foljem për arën, për shembull ai ka shfrytzuar në ara me thonë jam çika e kryetarit për diçka. Kur ka shku dikon me tregu që jam çika e kryetarit. Edhe me pas diçka më të lehtë. Me siguri po, se ka njerë kur kërsas në derë soj dhe hap derën është të folë me nej shoqja, nej shoka. Edhe i thot, apo do me full me kryetarin. Apo do me full me kryetarin. A ki me vetë në zarë. Po ndalemi edhe pak të kjo pjesa e familjes edhe të raportit të cilën të e ki bashkë me Kristalen edhe me fëmijët e tu. Sa ka qenë ndoshta sfiduese dhe e vështirë rikthimi pas një kohë shumë të gjatë nga Londra në Prishtinë? Çu që kanë përjetuar ata krejt këtë ndryshim prej një vendi tjetër në një
në një vend krejtësisht tjetër, ndoshta me kulturë të re, krejt me gjana të ndryshme nga sa që janë mësu atje ku kanë lindë dhe janë rritë deri në një moshë. Me adaptu Po, fëmit fillimisht për arën edhe për tigrin, se ata kanë qenë pak ma tritën, se Broni ka qenë pak ma vështirë, se ju kanë lënë shoqënit e tyne në Londër, dhe viti pari, dyti, treti, gjithmonë ka qenë, okej, hati kur po shkojmë në Londër, se me i po shoqënin që i kanë lënë në Londër. E tash që ora, në thonë, po i pëlqenë do shokë, po i pëlqenë Prishtina ma shumë. Se pyta dhe njëherë, thash, apo të pëlqenë tash Prishtina ma shumë? Tash, Prishtina ma shumë. A i thapët pëlqenë Prishtina ma shumë prej që është babi kryetar, a Prishtina ma herët? Jo, më duke që ajo s'ka lidhe me babën his aty, po me shoqëninë e vetë që ka kriju Prishtinë, tash po i pëlqenë shoqënia këtu, edhe po i pëlqenë Prishtina ma shumë. Fillimi ka qenë i vështirë, normal, jo për mu, unë kam qenë gjithmonë ndërlidhur me Prishtinën, kam qenë këtu ton kohën çdo muaj edhe për kundër faktit që kam jetu në Londër, sepse, po them, edhe këtu e kam pas zyren, edhe kemi punu Londër, Prishtinë, Edinburgh, kemi pas të ndërlidhën, kështu që kam udhëtu ton kohën, kam qenë këtu edhe nuk ka qenë sfidë për mu, për kundër faktit, po them edhe që jam duke i bo një gjo që du me zemër, të indimu kryeqytetit vendit në cilin kam lindë, dhe kështu që për mu nuk ka qenë sfide madhe, ka qenë sfidë për me u transformu prej një procesi ku unë kam pas jetën në sektorin privat edhe me u mësu në sektorin publik. Kjo ka qenë një mësim i madh, një tranzicion i madh, po ka qenë një sfidë që e kam marrë shtu në mënyrën ma pozitive të mundun, se kam qenë gjithmonë me u sfidu, me mësu, me i te kalu edhe me dhonë mrapa atë që ka e kom mësu. Për Kristalin ka qenë mu i parë, sidomos kur ka ardhë, ka qenë shumë sfidues, edhe atëre ma pa të bo rreti këtu, meru me Prishtinë, se po kthejmën e me fëmijët e mi, hajde mas 4 vjetë, po për fatë mirë, ka fundi mujit parë, e po që vendi është i mirë, ka njerëz të mirë, natyra e mrekullueshme, shkum atje në male të Rrugovës, edhe kënej masanen hecje të Gollakut, të sene, kështu që i pëlqen natyra, e u ndërlidh me atë aspekt dhe randashni me Kosovë. Kështu që sot është okej, sepse merret, po them, me punë vullnetare, me UNICEF-in, me krijimin e bibliotekave për fëmijë, sepse ashtu i kemi rrit na fëmijët në Londër, tu rrit kemi qyton kohën, ose i ka qu Kristalja në bibliotekë ku ju ka lexu libra, se janë edhe këto po mundohet tash me i bo edhe për fëmijët e Prishtinës, për fëmijët e kryeqytetit, domethënë ka një mision që po i pëlqen edhe i gëzohet procesi që mundet me i dhonë fëmijëve të kryeqytetit, dhe për këtë arsye është edhe e kënaqur këtu në Prishtinë, tash që kemi mandatin e dytë, 4 vitet e ardhshme, ku edhe kemi bërë një eksperiencë të mirë edhe me sektorin publik. Nuk kam asnjë dyshim që 4 vitet e ardhshme kanë me qenë lulëzuese për kryeqytetin, edhe jam shumë optimist për të ardhmen e vendit tonë. A ka me bo Prishtina metropol? Prishtina vetëm se është metropol. Ne, po them, Prishtina nuk i ka vetëm ato kufit administrativ, politik të kryeqytetit, ne shërbejmë gjithë Kosovën si kryeqytet, posaçërisht komunat për rreth, edhe jo vetëm, po them edhe si të tillë edhe plani zhvillimor komunal, të cilit edhe kemi përpilu tash 2 vjete, që shpresoj që shumë shpejt edhe kemi me qitë në diskutim publik për me kalu, planifikon për një qytet metropol, edhe në aspektin e transportit publik, në aspektin e artit, të kulturës, të gjitha proceseve të edukimit, të sportit, dhe tash që jemi në proces të përgatitjeve për lojrat mediterane të vitit 2030, pra Prishtina jo vetëm se do të bëhet, po është edhe mendon si metropol. Okej. Ndërsa Albin Kurti sërish kryeministër, a jeni optimist për këto 4 vitet e ardhshme që ka me qenë më ndryshe? Ka bashkëpunuar Po, urime kryeministrit edhe qeverisë së re, unë uroj që me reflektu, sepse
4 vitet e kalume kemi pas sfida të panevojshme, më thënë ku e kanë bloku kryeqytetin në mënyrë jo ligjore në shumë raste, i kemi fitu të gjitha këto sfida. Uroj, po them edhe publikisht, kërkoj që të reflektojnë, sepse kryeqyteti nuk është i imi personal, është i joni, i përbashkët. As Kosova nuk është e tyne, është e jona, e përbashkët. As qytetarët nuk na e kanë votu që ne ti trajtojmë këto si pronat tona, po janë të përbashkëta dhe të punojmë për të mirën e qytetarëve, jo kundër njëri tjetrit. Pra duhet të reflektojmë, duhet të jemi mendje hapur, edhe mendimet ndryshe janë pozitive, nuk janë negative, sepse nëse të gjithë mendojmë si kur njeni, atëre këto i kemi kalu, komunizmin e kemi kalu, proceset ku bonizëm, ku kemi pas vetëm një parti politike i kemi kalu, nuk janë të shëndetshme për asnjë shoqni, dhe është mirëfillt me pas ballafaqime të shëndetshme, mendime të ndryshme, një demokraci e shëndosh për me shty proceset përpara. E në Prishtinë, në kryeqytet kemi një ekip të mrekullueshme me projekte madhore për transformim të kryeqytetit që i bën mirë të gjithë vendit, sepse kryeqyteti është i Kosovës. Qyteti nuk është vetëm për qytetarët e Prishtinës, por gjithë Kosovës. Edhe si të tillë na vjen një bashkëpunim i mirëfillt të nivelit lokal dhe nivelit qendror. Ne kemi qenë të hapur edhe më parë, jemi të hapur edhe tash. Prandaj uroj që edhe këtë buxhetin të cilin nuk e kishin fut, buxhetin që kemi votu për vitin 2026 që nuk e kanë fut në projekt ligjin e buxhetit, që të reflektojnë sot, sepse sot edhe janë këto procese që ta fusin buxhetin e kryeqytetit, sepse nëse nuk e fusin, normal që ne do të marrim masa ligjore, do ta quajmë edhe në kushtetuese, e nuk ka nevojë me ndodh kjo, po them, sepse buxheti i kryeqytetit përdoret për me zhvillu kryeqytetin për të mirën edhe të kryeministrit, edhe të ministrave, edhe të familjeve të tyne, edhe të gjithë qytetarëve të kryeqytetit dhe gjithë Kosovës. Prandaj është, po them, për të mirën e të gjithëve që të punojmë bashkë, të reflektojmë dhe të bëjmë çdo gjë të mundur për zhvillimin e vendit tonë. Mendoj që kjo do të ndodhë, jam shumë optimist. Po, normal, nëse ndodhe kundërta, nuk do të ndalemi, po them, me luftu për të drejtat të qytetarëve të kryeqytetit, sepse janë tek e fundit taksat e tyne dhe duhet të përdoren për të mirën e tyne. E jo me i lënë disa qeveritar aty për politika, për mendësi të ngushtë, me i bot dëm kryeqytetit e gjithë Kosovës si rezultat. Po du me të rikthy pak në kohë në periudën kur keni shku me jetu në Londër. Pse pikërisht ka qenë Londra që e keni zgjedhur për shku për të jetu, kur zakonisht në atë kohë ka pas kogja shumë largime nga Kosova, edhe kryesisht ka qenë Gjermania dhe Zvitra ose vendet kështu të Evropës që janë targetuar dhe janë piketuar më shumë prej kosovarëve. Po, Londra njihet si një ndër vendet më të mira në botë për sistemin e edukimit që e kanë, edhe gjuha angleze normal ka qenë ajo baza ose piknisja, po në ndërlishmëri edhe me edukimin. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse kam shku në Londër. Fillimisht kam shku për 2 muaj vetëm me kalu pushimet verore atje, se kam qenë 16 vjeçar. Mirë po për shkak ato ka viti 92, atëherë ka qenë një kohë shumë e vështirë për vendin ton ku kemi pasur regjimin serb, okupimin faktikisht ku një vit atëherë dhe pa ta kalu në shkolla, kështu në shtëpi private, shtëpi shkolla, që tash janë pjesë e historisë tonë, të kohës të vështirë nëpër të cilën kemi kalu. E Londra atëherë ka mundësu njerëzve ose rinis sikurun ka mundësu për me vazhdu shkollimin në Londër, me ecë përpara edhe me transformu ato idetë dhe mendimet, ëndrat që kemi pas në realitet. Dhe unë jam falenderues sot e kësaj dite për Britaninë e madhe, për sistemin që e kam pas atëherë, që tash për fat të keq po e humbin pak me këto proceset populiste që i kanë kundër imigrantëve që po ndodhin, sepse po them atëherë Britania ka qenë e hapur
me ndihmu njerëz të cilët kanë qenë të përsekutuar në për vendet e tyre, edhe njerëz e rinia siguron kanë mujt me u shkollu, me punu, me kriju të ardhmen, pra me hap biznese edhe pastaj edhe me kontribu në mrapa për shoqërinë, për Britaninë. Sot e kësaj dite ende po them ne vazhdojmë me kontribu për Britaninë si rezultat që jemi shkollu edhe kemi punu për me ngrit edhe brendin e Londrës, brendin e Britanisë, me projektet tona të ndryshme që kemi pas në përkrejt vendet të ndryshme të botës, e kemi ndërlidh ekonominë e Britanisë me shtetet të ndryshme edhe me Kosovën, ku po them kompania ime në Britani me këtë në Kosovë kanë punu bashkë edhe kanë qenë me konkurrente në tregun global, pra kanë qenë ka pas benefite edhe Britania edhe Kosova si rezultat të këtij bashkëdyzimi. Njerëzve të ndryshëm prej vendeve të ndryshme që kanë ndihmu Britania, vetëm se i kanë ndihmu Britanisë me qenë edhe më e fortë, duke u ndërlidh nëpërmjet diasporës, nëpërmjet të rive si unë që kanë gjetë një shtëpi të re që i ka mundësu me i përmbush ëndrat, edhe me u ndërlidh, po them, në spektrin global, me ndërlidh Britaninë me vendet të ndryshme të botës. Njëtën gjë dhe na sot duhet me mendu. Ne sot si një vend demokratik, një vend me gjitha mundësit, një vend që edhe kemi mundësin tash si rezultat të bashkëpunimit me komunitetin evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një bazë të fortë ku mundemi me ju ndihmu edhe tjerëve që kanë nevojë për ndihmë, pra me i trajtu edhe komunitetet tjera, me u ngrit edhe me një vetën në shtëpi këtu në Kosovë, pra me tregu që ne kemi vetbesim, pra jo arrogancë, po vetbesim, për me i marë parasysh edhe me ju ndihmu tjerëve, ashtu sikurse na kanë ndihmu edhe neve në kohë të vështira në për cilat kemi kalu. Po do në ndalë, më falë Gelin, të një pjesë që e kemi nisër edhe për vjetorin e pavarësisë së Kosovës, që kanë qenë ato emocionet e para kur e ke kuptu që pavarësia e Kosovës po shpallet, se e di, ko marrë disa informacione prej disa njerëzve që e ke organizu edhe ko gjani farë festet madhe në Londër. Po, ajo ka qenë organizume para edhe pas, po në ditën e shpalljes së pavarësisë kam fluturu dhe kam qenë në Prishtinë. Po emocionet e tua si kanë qenë? Ato, kjo shpallja pavarësisë Kosovës është një mrekulli e vërtet. Është një gjë që unë si 16 vjeçar kur e kam lëshu Prishtinën, atëherë ka qenë vështirë me besu që ka me ardhur dita ku ne kemi me pas shtetin e Kosovës, një shtet të pavarur, një shtet demokratik. Pra është një mrekulli e vërtet që sot e kemi, që sot e gëzojmë, edhe për këtë arsye po them kjo është si rezultat i bashkëpunimit ton edhe me partnerët tonë ndërkombëtar, me Evropën, me Britaninë atëherë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe si rezultat po them e kemi sot këtë mrekulli të transformuar në realitet. Edhe si e tillë duhet me respektu, me çmu, edhe me hec përpara së bashku me partnerët që na kanë ndihmu me qenë këtu, sepse nuk e kemi bo vetë. Pra duke i falenderu proceseve historike prej 60-tave, 70-tave, 80-tave, 90-tave, procesit paqësor, pastaj të 90-tave të doktor Ibrahim Rugovës, luftës të shenjtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe ndihmës prej shteteve të NATO-s, prej partnerëve tonë, sot e gëzojmë këtë mrekulli që ka ndodhur. Edhe duhet me mbrojt edhe me hec përpara. Pra sot i kemi dy shtete shqiptare në Ballkan, kemi Shqipërinë, kemi Kosovën, edhe proceset tona të ardhme duhet të jenë, po them, të iniciativat për me u bë pjesë e familjes të madhe evropiane, Bashkimit Evropian, ku edhe aty shkrihen kufit në mes popujve, që edhe na mundson, po them, një jetë të mirë, të prosperuese, demokratike për popullin ton, për brenda komunitetit evropian. Kryetar, tashmë janë bo 5 vite që po jeton në Prishtinë, për kundër faktit që keni jetuar në Londër 29 vite, nëse s'gaboj.
Je i përmbushur tash që je me familjen në Kosovë dhe je këty në vendin tënë? Po, gjithsesi, çdo ditë po them unë zgjohem me energji super pozitive të madhe që mundem çdo ditë me i kontribu kryeqytetit edhe nëpërmjet kryeqytetit të gjithë vendit, të gjithë Kosovës. Jam i përmbushun për tej çdo ditë. Shkurt për fund, jemi në fillim të mandatit të dytë si kryetari i Prishtinës. Je gati për mandatin e tretë? Unë kam thonë gjithmonë që më duhen 2 mandate për me transformu kryeqytetin, edhe ky është projektimi im për transformim të kryeqytetit. Jemi në rrugë të mirë që kjo me ndodhë, prandaj mendoj që 2 mandate janë të mjaftueshme, edhe gjithmonë duhet me i dhonë edhe dikujt të ri me ardhë me një energji të re, me i kriju strukturat, me i kriju proceset, me i kriju mundësin që të vjen një energji e re për me vazhdu proceset. Amerika e ka mirë që ju përcakton prezidentëve të vetë me i pas 2 mandate, jo ma shumë, pra jo të palimitume, sepse janë masanej me qenë shumë komfort në pozitë. Kështu që mendoj që është mirë edhe ne me i marrë edhe do regulativat të reja, do ligje të reja që me limitu se cilit kryetar maksimumin 2 mandate, jo ma shumë për me i shty proceset transformuese në kryeqytet, edhe pse jo edhe në komuna tjera, po sidomos mendoj në kryeqytet që 2 mandate ishte dashme qenë të mjaftueshme për me kriju një strukturë të mirëfillt për me qitë kryeqytetin në binare, po them, edhe me vazhdu me një energji pozitive në transformim të kryeqytetit për të mirën e të gjithëve. Patjetër. Faleminderit shumë kryetar për kohën sot. Knasi. Shumë faleminderit që ke qenë sot në #gjithse, edhe po shpresoj që kemi u pa dhe erave tjera, po shpresojmë që të buxheti komu votu sa më shpejt qeverisë që me fillu edhe me buxhetin e kryeqytetit të votuam për vitin 2026. Gjithsesi, faleminderit shumë.